20 qershor e premte, ngriu në luftoni për kompin tuaj. Çka ngjarë? Përse Partia Socialiste, ish partia e punës, e festoi datëlindjen e saj në 19 qershor? Ka ftohtë? Datëlindja është në 8 nëntor. Apo është shtyhu nga dasma Aleksës? Ajo që ka ndodhur në 12 qershor ka qenë thjesht një ndrim emri. Nuk ka themelim, sepse Selia, ku shoku dhe shoqet festojnë, është ndërtuar në vitet 70-80. Zyra e kryetarit PS-s Rama është ish zyra Pirokontit, Gaqo Neshës, Fotoçamit, Xhelil Gjonit. Hapja tesërën e partisë Gramoz Ruçi dhe shiko vitin e pranimit në parti. Nuk del matematika. Është e turpshme për shqiptarët që vazhduese e një partie që e ka mbajtur peng, të izoluar dhe shkatroi traditat kryesore kombëtare të jetë në pushtet. Nuk është rastësi që kanë zgjedhur Edvin Ramën. Ishte një zgjedhje më intelektuale ajo me Fatos Nanën, kur PS-ja kishte një grup profesorësh. Por klani i Nexhmie Hoxhës sollën nga Franca Edvin Ramën, mbështetur nga lobet më anti-shqiptare, greke, si dhe nga Soros, por padyshim dhe nga Beogradi. Natyrisht që çdo gjë ka një fund. Vazhduesja e Partisë Punës duhet të ishte zhdukur nga skena politike shqiptare prej kohësh. Natyrisht, ai ka bërë një lloj shkatrimi, sepse ka kthyer në një parti personale, por po të shikosh thellë të emrat mbi emrat, janë bijt e bijt e baballarëve të atyre që nuk pranojnë as krimin e kryer, as shkatrimin e kombit. Natyrisht që në atë parti që ka qenë 160.000 kur u përmbys Shqipëria, shumica kanë qenë njerëz ndershëm. Po flas për kupolën drejtuese, për njerëzit e tij, si Spiro Koleka, kriminal, e turpshme që vazhdojnë ende prokuror, hetues, të mbajnë peng Shqipërinë. Është e turpshme sepse vota juaj atje nxjerr si përfaqësues tek ish zyra Xhelil Gjonit apo Mehmet Shehu, dikë që javën tjetër do të jetë afër Donald Trump tek tryeza e NATO, sepse është me Albania. Pra janë votuesit që i krijojnë këtë lloj mondane, çfaqe, i cili kujton se është i barabartë me Macron, me Merz, me Trumpin, nga që vota jone juaj e ka dërguar atje, sepse kur ka qenë vetë si individ, mund t'ju tregoj se si ka qenë në Paris, në Francë, se si nuk mbijetonte dot. Natyrisht që në samitin e NATO-s do të diskutohet për Ukrainën. Por ajo që ndodh në konfliktin Izrael-Iran e ka zhvendosur vëmendjen nga Ukraina. Trump po ndjek metodën prit të shohim se ç'do të bëj. Sipas generalëve, ka shanse 2/3 që ai do të godas. Por Irani nuk është problemi ynë i Amerikës. Në qoftë se Irani bën një armë bërthamore, këtë do godas. Izraelin, jo ne. Përse duhet Amerika të përfshihet në këtë konflikt? Dhe baza, MAGA, e kundërshton luftën. Ndaj Trump dje ka ftuar në shtëpinë e bardhë për drek Steve Bannon, që prej kohësh mbase nuk flisnin, sepse Steve Bannon dhe Tucker Carlson janë kundër mbështetjes të Izraelit. Donald Trump i ka nxjerrë jashtë loje si sekretarin e Pentagonit Hegseth, si dhe kreun e inteligjencës Tulsi Gabbard, Tulsi në gjuhën në anglisht është Borzilok,
Dhe për këtë konflikt, a i ka një rreth të mbyllur, është presidenti, zëvendës presidenti, sekretari Rubio dhe Kane, shefi i përgjithshëm i shtapit. Shefi i shtapit përgjithshëm, Joint Chiefs. Pra, njëshin e Pentagonit dhe njëshin e inteligjencës e ka kuptuar zoti Trump se ka gabuar. Në qoftë se Pompeo e mbështet, ishte sekretari i shtetit. Boltoni thot që është çasti që të neutralizojë Izraeli Iranin. Ish zëvendës presidenti Pence thot që kjo që po ngjet me magën nuk ka asgjë të përbashkët me konservatorizmin e Partisë Republikane. Konservatorizmi ynë, thot ai, i ka rënë tek familja, qeveri të vogël dhe përhapjen e ideve demokratike të Amerikës në përbot, duke mbajtur në kontroll diktatorët. Trump, thot ai, është populist, nuk është konservator, dhe ethet e populizmit e ka kthyer në një lëvizje vetëm anti-woke. Por ka dhe analistë tjerë që thonë mund t'jesh anti-woke, për mua është gjë më pozitive Trump, por kur sekretar të thesarit ke një open gay dhe dikur partner ortak me Soros, kjo krijon shije të keqe. U duk sikur Elon Musk u zhvendos nga shtëpia bardh prej sekretarit thesarit. Jo. Sergio Gore, shefi personelit shtëpisë bardh, sipas Elon Musk, është gjarë për i shtëpisë bardh. Është personi që skedon, filtron të gjitha emërimet e administratës amerikane. Natyrisht që personat të veçantë kanë ndikim influencë të madhe tek shtëpia bardh, pra kush është ai që i flet i fundit zoti Trump. Vance ka potencë, por dihet që roli i zëvendës presidentit është thjesht honorific. Dhe Trump nuk e haron që Vance dikur i ka thënë Hitleri, ignorant, gjërat më të këqija. Me Rubio duket sikur janë pajtuar dhe jo më kot i ka dhënë 2 poste, sekretar shteti dhe këshilltar i sigurisë kombëtare. Trump ishte për një qasje paqësore, të jemi realist. Dhe i ka thënë Netanyahu mos godit. Netanyahu goditi. Në qoftë se presidenti Trump do të vendosë që të godas me bombën penetruese, nuk dihet se çfarë do të ngjas në atë territor, në atë zonë. E para punës njëra e fjalë që mbas 2 javësh Trump e ka përdorur këtë në 6 muajt e fundit. E ka si formuar next 2 weeks. Nuk ka se çfarë kohë t'i jepet Iranit, klasa diktatoriale e ajatollave nuk do të rriqet për 2 javë. Por nëse ti godet në atë mal ku ka uranium, mund të ketë leaking, rrjedhje. Dhe në qoftë se uraniumi goditur nga forcat amerikane do të rrjedh tek ujërat e detit e gjirit, çdo gjë do të shkojë te sistemi i ujit pishëm, sepse ato vende bëjnë shkripëzimin e ujit detit dhe përdorin për ujt pishëm. Pra nuk është aq e thjeshtë. Megjithatë, Izraeli, siç thot Netanyahu, amerikanët po na mbështesin, pilotët e tyre luftojnë me ne, mbrojnë me ne dhe bombardojnë me ne. Kjo përfshin Amerikën në përplasje me Iranin. Ajatollahët janë të dëshpëruar. Nuk mund të dorëzohen aq lehtë. Natyrisht që ka element pro-Izraelit brenda, agent, dhe një masë e madhe e popullsisë e kundërshton regjimin e ajatollahëve. Por në çastin që përplasja është nga Netanyahu, populli mblidhet me qeverinë e vet kundra Izraelit. Të jemi realist. Ata fëmijë të vrarë, ata mirët pafajshëm në Gaza, nuk kalojnë aq lehtë për shikimin e çdo njeriu
ndershëm në botë. Natyrisht që Izraeli ka të drejtë mbroj vetë veten, por kjo nuk e jep drejtën të vrasë dhe fëmijë. E vërteta dhe e drejta është vështirë që të gjenden dhe të përcaktohen e të jepen realisht. Në Amerikë media kontrollohet nga radikalët e majt që nuk e tregojnë të vërtetën siç është. Ndaj ka fituar më shumë mbështetje media sociale dhe gazetarë të veçantë që kanë emisionet e tyre në rrjetet online dhe jo në kanalet tradicionale. Tek CNN është Kathleen Collins, 33 vjeçare, dhe Bill O'Reilly thotë që kjo është një vajzë, nuk e di se si qëndron, për punon në një kanal ultraliberal të majt, por ajo e vën në vështirësi zotin Trump me pyetje her pas here. Por përse nuk bëhen këto pyetje nga e majta, thotë. Dhe ndërkohë që mbi 77 milion vetë votuan pro Kamala Harris, të gjithu rrejnë zotin Trump. E majta orvatet ta portretizoj si djallë, si idiot, ignorant, narcisist, njëri korruptuar. Por e majta nuk afron asnjë alternativë. Dakor, zoti Trump kërkon të deportoj 12 milion të paligjshëm që hyn nga koha Joe Biden. Çfarë afron e majta? Një e majtë moderne mund të thoshte që dakor, por në qoftë se dikush ka 5 vjet që punon, me ndershmëri, mban familjen, nuk ka kryer asnjë shkelje, s'ke pse të deportosh. Jepi hapjen e rrugës drejt green cardit. Nuk e thonë. Duan ta nxjerrin sa më keq. Njeriu zi brenda shtëpisë bardhë, Steve Miller, zëvendës shefi i kabinetit, por që fakt kryen politika dhe është e xhandari që urdhëron gjithë sekretarët e departamenteve politikën e Trump. Në kohën e Bidenit kanë hyrë rreth 8.000 vetë paligjshëm ditë. Tani policia e imigracionit ICE ka deportuar deri në 800 vetë mbase 1.000 vetë. Me këto shifra nuk arrihet premtimi i zotit Trump. Miller ka shkuar në zyrat qendrore të policisë së imigracionit dhe ju ka kërkuar që duhet të deportoni 3.000 vetë në ditë. E pamundur. Policia e imigracionit ka gjithsej 6.000 agent. Ndaj, urdhri është dhënë, do të shkoni nëpër ferma, nëpër kombinatet e mishit, fabrikat, kudo që punojnë. Madje e keni më të lehtë, shkoni tek gjykatat e emigracionit, shikoni listën se kush është për të paraqitur për të mbrojtur azilin, arrestoni. Pamje që nuk krijon shihet mirë sepse shumica amerikanëve kanë kaluar në këtë sistem. Pra, ky vend është vend emigrantësh. Të gjithë ne në një mënyrë apo tjetër kemi ardhur përmes sistemit, pa shkelur ligjet natyrisht, por ata punojnë. Dhe njeriu që punon nuk duhet ndëshkohet. Trump dha një urdhër që të mos deportohen ata që punojnë nëpër ferma dhe në këto kombinate dhe pastaj ktheu. MAGA mbështet deportimet. Natyrisht që shumica kërkon që dhe ndërkohë ka ngelur ai ligji i madh dhe i bukur ende në Senat. Ka probleme sepse uhaja po rritet në mënyrë të pakontrollueshme. Sepse është rritur numri i amerikanëve mbi 65 vjeç, të cilët do të përfitojnë benefitet. Shpenzimet e qeverisë janë rritur shumë, përfshi dhe sigurinë shëndetësore. Dhe nuk po kontrollohet interesi i uhasmar që paguhet nga thesari. Dhe Trump nuk po sillet si konservator fiskal, por si populist që do të shtojë dhe 3.5 trilion dollar uhan kombëtare. Në qoftë se në ekonomi do të vazhdoj me
tronditjet dhe flip-flopet e tarifave do të humbas Kongresin, por larg qoftë mund të humbas dhe Senatin. Is done. Do fillojnë impeachment ndaj tij. 2 herë është shkarkuar me impeachment herën e parë dhe nuk do të lënë bëj asgjë. Dje Barack Obama, për të qenë realist, është një president socialist, cilësohet të i majt, por hard working guy, i cili ndihmoi shumë shtresat e marginalizuara që nuk kanë pasur mundësi të konkurrojnë në këtë sistem të sipërmarrjes lirë, dhe në një leksion në Connecticut, në Harvard, në mos gaboj, ndër të tjera tha që vendi po shkon, po zbret në autokraci. Për çfarë flet? Ku? I thonë dhe no kings. Çdo vendim i zotit Trump është kundërshtuar nga gjykata. Dhe për këto 120 ditë janë bërë aq pa di gjyqësore ndaj zotit Trump, nga gjykatat, ndaj urdhrave të tij ekzekutiv, sa nuk kanë bërë për gjithë periudhën 8 vjeçare të Barack Obamës plus 4 vjet të Bidenit. Pra nuk ka rëndësi se si flet zoti Trump. Rëndësi ka ato që bën, ato që realizon. Deri tani është i suksesshëm tek emigracioni. Pritet një lloj marrëveshje për tarifat me Kinën, por kjo që po ndodh në konfliktin Iran-Izrael vendos gjithçka në një enigmë të madhe. Unë e kuptoj që Shqipëria nga ana zyrtare do të jetë pro-Izraelit, por ka shumë komente pro-Iranit. Ju them që kur ndodhi lufta në Kosovë, në Izrael kanë shkuar refugjat kosovar dhe janë pritur nga Netanyahu. Në Iran nuk ka ndodhur. Izraeli e njeh Kosovën, Irani jo. Ndaj mos ngatroni, por pikërisht ata që flasin janë ata binte kriminalët të PSH-s. Ata që urrejnë Amerikën, ata që kanë urryer NATO-n. Ne jemi në zonën e ndikimit amerikan. Ekzistojnë për tyre, fakt. Por është fatkeqësi që ende drejtojnë vazhduesit e Partisë Punës. Por kjo varet nga ne. Po Ukraina u harrua, dhe aty vritën për ditë. Kam pasur një segment, jo larg meje, ka qenë një fabrikë, uzinë e madhe që prodhoheshin avion ushtarak. Në këtu në Clapperton, në Long Island, madje gjatë luftës dytë botërore janë prodhuar edhe 600 avion në ditë. Tashmë aty janë kthyer në studie televizive. Nuk prodhohen më ata bombarduesit e mëdhenj. Ju falenderoj që ishit me mua. Abonohuni në kanalin ton në YouTube. Sa më shumë abonent, mundësia është më e madhe për sponsor. Thanks. Kriza e Ukrainës është krizë e madhe. Amerikanët thonë që lufta në Ukrainë nuk është lufta jonë. Ajo çka kërkojnë më shumë ukrainasit janë avionët amerikanë. Jam në Long Island, në një zonë ku dikur gjatë luftës dytë botërore, në një fabrik të afër prodhoheshin 600 avion ushtarak bombardues në ditë. Në vitin 94 kjo uzinë e madhe avionësh ushtarak është mbyllur, punonin rreth 17.000 vetë. Amerika është një fuqi e madhe pa diskutim me një buxhet ushtarak rreth $800 miliardë. Ka rreth 13.300 avion ushtarak bombardues, ndërkohë që Rusia ka vetëm 4.000 avion, Kina ka rreth 3.200, Anglia afrohet e 1.000, Turqia ka 1.000 avion. Edhe këtë përplasje potenciale midis SBA-s dhe Rusisë, fuqia ushtarake amerikane është shumë e madhe. Ukrainësit kanë rreth 1.000 avion, por janë avion rus. Stilit vjetër kërkojnë sa më shumë avion bombardues si këta amerikanët. Kërkojnë dhe raketa. Ajo që ka ndodhur atje tregojnë qartë se fytyrën e ushtrisë
ruse, ish ushtria sovjetike, të cilët përdhënuan rreth 2 milion femra gjermane në 45-ën, por në fakt aty kanë luftuar dy korporata të ndarë, korporata ukrainasve dhe korporata bielorusëve, komandanti ishte Zhukovi. Krime pafund, shkatruan një komb të madh dhe generali Patton do të thoshte që atëherë duhet të ndalim këta mongol barbar ndaj një kombit qytetëruar siç janë gjermanët. Zelenski kërkon armatime, kërkon avion, por Bideni i dobët nuk kërkon të ketë një përplasje me rusët, sepse kjo do të thoshte lufta tretë botërore. Natyrisht, në ndihmes të tij kanë ardhur shumë edhe raketat britanike, por dhe amerikane, municione pafund, miliarda dollar, dhe duket sikur David dhe Goliati janë një betejë që është krijuar ideja se mund të fitojnë ukrainasit. Bolton do më thoshte që ai do të mbeste tek lumi Dnieper për të marrë pjesën ortodokse, pjesën lindore, dhe mbase nuk do të shkojë më tej. If I'm wrong, I can't ignore it anyway. I don't think his ultimate objective. Tani do të shkojë pas pjesës lindore dhe jugore. If he had an alternative plan, it was to go after the eastern and southern portions of Ukraine. If you look at the distribution of rusofolësit ortodoks janë në pjesën lindore dhe jugore të Ukrainës. Definitive Ukrainians, Eastern Orthodox faith, that's largely in the eastern and southern parts of the country, and I think mendoj se ai do një kontroll të plot të bregut verior të detit Zi dhe po afrohet për të marrë Odesën. Which may be next, and then he also links up with Moldova, and I think we may do i drejtohet Moldavis, asaj republikës rebele ku ka ende trupa rus. Prej aty, do të kalojnë në kufirin juglindor të Ukrainës për t'ju afruar Kievit, dhe deri diku Putin aty mund të deklarojë një fitore dhe të thotë se doja vetëm këtë pjesë të Ukrainës. Kudo në Shqipëri.